Ka përfunduar pas 4 ore 30 minuta takimi i kryeministrit të vendit Edi Rama me 20 kryetar bashkive në rang qarku, por edhe bashkitë të cilët pritet të preken nga reforma administrative territoriale. Burimin nga brenda takimit bën me dije se ka patur diskutime nga të gjithë krerët e bashkive të Vlorës, të Selenicës, por dhe bashkive të tjera lidhur me diskutimin e reformës territoriale. Ka patur edhe kundërshtime apo ide të cilat janë drejtuar kryeministit Rama mbi ato bashki të cilat shkrirja e tyre do të dëmtojë shërbimin e qytetarëve apo edhe në bazë të resurseve natyrore apo edhe numrit të popullsisë. Ka përfunduar pas rreth 4 orësh e 30 minutash takimi organizuar nga kryeministri Edi Rama në Kuç me kryetarët e bashkive në rang qarku, si dhe me drejtuesit e bashkive që parashikohet të preken nga reforma e re administrativo-territoriale. Gjatë takimit janë zhvilluar diskutime mbi reformën dhe ndryshimet e propozuara në hartën e bashkive. Kryetarët e bashkive që parashikohet të shkrihen kanë paraqitur opinionet dhe argumentet e tyre, duke shpjeguar arsyet se përse njësitë që drejtojnë duhet të vijojnë të ekzistojnë. Sipas burimeve në diskutime kanë marrë pjesë të gjithë kryetarët e pranishëm, ndërsa në fokus ka qenë ardhmja e bashkive dhe mundësitë e bashkimeve të tyre. Në takim kanë marrë pjesë kryetarët e bashkive Durrës, Shkodër, Kukës, Elbasan, Korçë, Berat, Vlorë, Gjirokastër, Klos, Rogozhin, Dimal, Poliçan, Patos, Divjak, Selenicë, Maliq, Këlqyr, Çorrik, Belç dhe Libohov. Reforma administrativo-territoriale do të vijojë me konsultime me bashkitë, komunitetet dhe aktorët e tjerë të përfshirë, me synim për një organizim vendor më funksional, efikas dhe më pranë qytetarëve.